E kam dëgjuar një vajzë me mund të shihesh lirisht derisa të prezantoj, një vajzë me emrin fitore nga Struga që e mball gjallë jetën e qytetit këtu në Strugë. Apo jo, jetën kulturore. Cilat festivale i drejton? Gjitha, se unë kam dëgjuar për gjithë shka thonë një fitore që ndronë mbrapa. Shumë faleminderit njerë që erdhët në Strugë dhe që na vizituat në këtë ditë kaq të bukur që manifestuam sot ditën e verës. Në fakt unë realizoj apo jam udhëheqëse e 2 festivaleve, festivalit të fëmijëve që bën 13 vjet në fakt të vite dhe festivalit Struga Fest që bën 6 vite. Pastaj me ndërkohë mirem edhe me aktivitetet, për shembull si dita e verës apo aktivitetet të ndryshme, 7 martje, të tilla gjëra. Ndërsa sot çfarë obligimi kishe në këtë fest? Sot kisha pjesën e organizimit të këtij manifestimi. Edhe keni organizuar shumë bukur? Shumë faleminderit për këtë kompliment. Më fal, edhe një pyetje, a jeni krejt vajza ju se deri tani krejt antarët që merren me organizimin ishin grape? Nuk e di se ke vërejt, kur janë gra, pjesa organizimeve janë gra. Jo, në këtë mes kishim edhe drejtorin e ndërmarrjes të komunale, zotin Resuli, ai i cili u kujdes për gjithë këto bukuri që i dekoruam sot parkun e poezisë.